Mirëmbrëma, jemi në datën 15 mars 2026, ora 7 e mbrëmjes, në bisedë me historianin, studiusin Petro Prodani. Petro, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Vladimir. Petro, kemi ca kohë që nuk bëjmë video, për arsyet tona natyrisht personale më shumë. Kështu që të dy bashkë me fjalë jam dakord që diskutojmë në lidhje me këto ngjarjet kaq të dëndura kohët e fundit, veçanërisht për situatën në lidhje me luftën në Iran. Unë do ta jap direkt fjalën ty pa u zgjatur shumë, se edhe njerëzit janë shumë të interesuar, thonë duam të dëgjojmë Petron, thonë shkruajnë në kanalin YouTube. Tani Petro, na fol pak me fjalë kjo luftë, si ishte mundur që shpërtheu në këtë mënyrë, kur njerëzit prisnin një Donald Trump apo një Amerikë të Donald Trumpit, e cila nuk ishte interesuar për të ekspansionin imperialist, si të shpër luftrat jashtë territorit vet, por me atë parullën America First menduan se Trumpi do të vendoste paqen në botë. Dhe madje ishte edhe i propozuar për çmimin Nobel për paqen. Çuditërisht ndodhi lufta që në krahasim me atë me luftën në Ukrainë-Rusi, ajo tani u zboglua aq shumë sepse dolin plan para këtë luftë. Është fjala për ty, Petro, na sqaro tani çfarë po ndodh, nga ajo është kjo origjinë. Është faji i Trumpit si persona, kujtun apo është një si thuash logjike sistemi ndërsi që prodhon luftra dhe to megjithatë do t'i shohim më vonë, do t'i diskutojmë. Na filloj pak me në çfarë pike jemi, çfarë po ndodh. Mirëmbrëma edhe një herë, Vladimir. Faleminderit për mundësinë që më jepni. Unë nuk jam historian, jam një lexues i kujdesshëm dhe bazuar në ato që lexoj unë deri konkluzionin tim individual. Kështu që në diskutimet tona ne thjesht jemi dy persona individual pa ndonjë përfaqësim, si thua, grupimi politik apo diçka të ngjashme. Unë mendoj se kapitalizmi si koncept që ne kemi njohur deri më sot është në një krizë të thellë ekzistenciale, më fal për gabimin. Dhe kjo duket qartë nga politikat që kanë ndjekur Amerika, si shteti më i fuqishëm kapitalist në shekullin tonë. Ky sistem ka filluar të tregojë shenjat e një smundje kritike dhe numri i madh i konflikteve që ne shohim, të cilat rrezikojnë botën me një shpërthim masiv vrasjesh dhe luftrash lokale dhe internacionale, siç e thash më parë, i dedikohet rënies së sistemit kapitalist ashtu siç e njohim ne sot. Për mendimin tim, këto janë luftra të parashikuara, këto janë luftra të paraplanifikuara, dhe e gjithë historia zhvillohet rreth dominimit të dollarit amerikan dhe të fuqisë ekonomike amerikane, e cila gradualisht po degradon dhe po kthehet në një rrezik jo vetëm të vetvetes, po dhe të botës ku ne jetojmë. Si qytetar evropian, ne kemi detyrën dhe të drejtën të shprehim mendimin ton dhe në të njëjtën kohë të jemi përgjegjës jo vetëm për veten tonë, jo vetëm për njerëzit që na rrethojnë, por dhe për botën pjesëtar të cilës jemi ne. Dhe Evropa historikisht është shuar si një vend nga i cili kanë filluar luftra të mëdha masive, të cilat janë shpërndarë në të gjithë globin dhe në fund të fundit Amerika është një krijim i largët i politikave evropiane. Për ta bërë, si të thuash, këndvështrimin tim më të kuptueshëm, më të qartë, unë do të përpiqem të ndaj një hartë ku tregohen pak a shumë të gjitha luftrat që janë bërë dhe janë regjistruar në një farë mënyre në rekordet historike të botës. Pra, do të
shfaq në artë dhe po përpiqem ta ndaj tani. E shikoni Vladimir? Po, patjetër, me fjalë të pikat e bardha të dëndësuara shumë në Europë dhe në Japoni, në Amerikën e Jugut diçka me fjalë një lloj Po. strishe atje, po patjetër. Vazhdo pa. Po këto janë luftra aty që është regjistruara historikisht. Tregojnë intensitetin e këtyre betejave të përgjakshme njerëzore historike gjatë shekujve. Pra ka luftra që janë bërë në shekujt e kaluar, të cilat përfaqësohen me pikat respektive. Tani çfarë dua të them? Dua të them këtë që unë po marr për shembull Amerikën e Jugut, e cila ka patur luftra, por luftra e fundit është bërë rreth vitit 1930, diçka e tillë, 1940, Bolivia me dikë tjetër luftonte, nuk më kujtohet saktësisht, por luftrat e tjera janë bërë në shekujt e kaluar. Pra, kemi rastin e Amerikës së Jugut, kur luftrat më së shumti ishin luftra të cilat u zhvilluan për krijimin e shteteve të tyre nacionale, sepse më përpara ato ishin koloni të Spanjës, Portugalisë, ndikimit francez dhe angles. Kështu që luftrat në këtë kontinent ishin bërë për krijimin e shteteve të tyre nacionale. Me krijimin e shteteve nacionale, luftrat midis shteteve nacionale, me fjalë, u reduktuan në një masë shumë të konsiderueshme. E kundërta ka ndodhur në Evropë. Pra, ideja se në Evropë NATO-ja është mbrojtëse si thua paqes dhe rregullit bie në kundërshtim me historinë e Amerikës së Jugut, që dhe në fund të fundit luftrat që ishin bërë në Amerikën e Jugut kishin një gisht apo kishin një ndikim të drejtë për drejtë të fuqive evropiane të kohës. Pra, ne si evropianë jemi mësuar me luftën dhe si evropianë jemi njerëz të dhunshëm, po ndaj një hartë tjetër ku tregohen pak a shumë, Vladimir, shikoni këtë hartën e re që... Okay. Kjo, me një fjalë, këtu pak a shumë, kjo është një hartë e vjetër, është hartë e vitit 2011, pra mbulon periudhën kohore nga viti 1800 deri në vitin 2011. Në qoftë se e update me sillim në momentin që ne flasim këtë hartë, do të shikojmë që aty do të jenë shtuar më shumë pika të cilat përfaqësojnë luftrat respektive. Pa nuk kemi shkatrimet masive në Libi, në Siri, aktualisht në Iran, luftrat Izrael, Liban dhe shumë të tjera në periferi të zhvillimeve madhore, për shembull luftrat në Afrikë. Nuk kemi zhvillime në Afganistan, luftën Indi, Pakistan, etj. Por, unë po përpiqem të shpjegoj këtu, ose të sqaroj, kush është lufta më e dhunshme, është lufta e dytë botërore, lufta më e dhunshme në historinë e njerëzimit. Kemi luftën e parë botërore, gjithashtu një luftë numri viktima. Këtu janë afërsisht 10 milion, aty 30 milion. Afërsisht midis 21 dhe 30 milion, varet, por sidoqoftë janë shumë të mëdha. Dhe po ta shikojmë me vëmendje, kemi përsëri luftrat e Napoleonit, luftra evropiane, 100% evropiane. Kemi luftën në Krime, Perandoria Otomane, francezët, anglezët, rusët. Kemi luftën në Kore, ndikimin e patjetër të francezëve, anglezëve, amerikanëve e të tjera. Kemi luftën në Suez, krizën e Suezit, përsëri ndikime i evropianëve. Kemi luftën në Vietnam, një luftë midis Amerikës dhe Vietnamit, luftën Iran-Irak, që dhe aty kishte një përpjekje, një prapavi, ndihmë të madhe midis, si të thuash, perëndimit në dëm të Iranit. Pra, ne kemi shumë luftra, këtu po përsëri po tregohen
dëmet e mëdha njerëzore, humane, që kanë shkaktuar luftrat kryesisht evropiane, pra të njerëzve, po i quaj njerëzve të bardhë, kemi luftën e dytë botërore, totali i njerëzve të vrarë, të zhdukur nga kjo luftë ishte 85 milion njerëz, kemi luftën e parë botërore me 15 milion njerëz, kemi luftra periferike në periferikë të Evropës, larg Evropës, në Bangladesh, kemi rebelimet dhe luftrat në Kinë, kemi luftën civile ruse e të tjera e tjera. Por sido që të jetë, në çdo luftë madhore ne kemi patur ndikimin e fuqive të mëdha. Petra, unë doja të theksoja këtë se mbas luftës parë botërore, domethënë mbasi u rrëzuan perandorit, sepse lufta e parë botërore shoqërohet me rrëzimin e 3 perandorive, perandorisë otomane, austro-hungareze dhe asaj ruse. U mblodhën këto fuqitë e mëdha, po themi përfaqësitë politike, ushtarake, të cilat thanë kjo është e fundit, nuk do ketë më luftë, mjaft luftë. Pra, u quajt lufta e parë botërore, quajt lufta e madhe. Edhe u kriju dhe lidhja e kombeve, filluan të organizatat ndërkombëtare për të garantuar që mos ketë luftë. U kriju këto organizatat, duke sikur dhe krijimi i këtyre organizmeve ndërkombëtare më shumë e shpejton luftën se sa e frenon. Domethënë sepse ato bëjnë gjë në emër të paqes, por në të vërtetë përgatitin luftrat. Edhe shpërtheu shumë shpejt lufta e dytë botërore. Po kështu mbaroi lufta e dytë botërore, u tha tani është e fundit, nuk do ketë më kurrë asnjë të vdekur për lufta. Edhe u bën marrëveshje Jaltës, po themi, po dhe marrëveshje të tjera të më shumë të karakterit financiar, por u kriju OKB-ja, Organizata e Kombeve Bashkuar, tani të gjithë vendet janë bashkë, kështu që tu tani nuk do ketë më lufta, do ketë vetëm paqe. U krijuan këto institute të mëdha financiare, institucionet si Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, do garantonin ekuilibrin e botës që nga pikpamja financiare që mos përgatiteshin luftra. Edhe natyrisht e mbajti lufta e ftohtë, si thua kjo, socializmi i Bashkimit Sovjetik, bëri me fjalë që kjo të mos të shpërthej, mos degradoj, po të akumulohet si kontradikt. Dhe mbas rënies Bashkimit Sovjetik u shkëput ajo susta dhe filloi përsëri, dhe tani bëhet mendon, luftrat bëhen dhe me si thuaj krijohen grupe shtetesh për në emër dhe të OKB-s shumë herë, sepse mbasi mbaron lufta, bëhen ato rezolutat që aprovohen në OKB pastaj. Domethënë kjo OKB e shërben si një lloj organizmi vërtet jo për paqen, për lufta. Kjo dhe shumë organizata të tjera ndërkombëtare, të cilat ne shqiptarët i kemi përzemër shumë. Ke parasysh në Shqipëri, përdor edhe shpreha të pyesim, që të sensibilizojmë ndërkombëtarët, thuhet atje. Domethënë që të bëjmë ato ndryshimet tona, duhen sensibilizuar ndërkombëtarët. Ky sensibilizim i ndërkombëtarëve mund duket gjë më paradokse. Si mund të sensibilizohet ndërkombëtari? Ai vetëm sensibilizim nuk jep. E kupton? Edhe natyrisht, Petro, unë them bazat e luftrave, siç i kemi dhe studiuar, ka disa definicione, disa përcaktime pse shpërthejnë luftrat. Këto gjithmonë në fund fare i interpretojnë si lufta midis civilizimeve, ju japin atë natyrën religjioze, por në të vërtetë në fund janë prishjet e ekuilibrave, janë ekuilibra që prishen dhe duhen ribërë. Ribëhen harta të reja, prishen harta të vjetra, sipas raporteve që krijohen, që i krijon ky sistemi që kanë bazë të pangopsinë e njeriut. Domethënë kjo pangopsia, liberizmi, me kjo ideologjia liberiste, është kjo tani që ka shpejtuar më shumë dhe kërkon gjithmonë luftra. Dhe po të bëjmë një kronologji shumë të shkurtër, Petra, se nuk duhet të zgjatem,
Muri i Berlinit, po bëjmë disa etapa, ra muri i Berlinit, në 1989, çfarë ndodhi? U godit socializmi, ajo pjesë e lindjes e ra u shkatërua, fillon dyndjet në për pjesën tjetër të botës dhe në atë kohë lajmet jepeshin po vinë sklevrit e bardh, pra sklevrit e bardh po shtoheshin drejt vendeve që ishin më të industrializuara, që ishin vendet e perëndimit, Europa dhe Kanadaja, po themi Shtetet Bashkuara të Amerikës, u godit socializmi, Petra. U godit socializmi në mënyrë të ashpër, mbasi ra Bashkimit Sovjetik, u godit Jugosllavia, u godit dhe vetë Europa. U godit, për shumë po të shofësh këtu, kontrata e punës punëtorëve me kontrata nacionale është bërë cop-cop. Kanë humbur punëtorët të drejta që mezi kishin fituar, të drejtat e ta për të thënë skala mobile, që thëmë të shkalla e lëvizshme, po nuk du të hynë në këtë, po të më thënë se si ky kapitalizmi liberal apo liberizmi avancon gjithmonë që çdo gjë të jetë private, komandat jetë e këtyre pushteteve financiare ekonomike, dhe arrim në vitin 1999 afërsisht, kur Bill Clintoni bën atë ligjin e famshëm që i ndanë bankat e tregtare me bankat e diafarit, bankat e biznesit. Bën këtë ndarje, pse? Ai është sinjali i parë, Petra, që ky motori i liberizmit, ideologjisë liberiste i aplikuar në marrëdhëniet në jetën e njerëzve, filloi kërcitjet e para, domethënë nuk ecën me atë gërsinë që pati ato 10 vjetët pas rënies murit Berlinit. Bëri këto dhe fillon spekulime pastaj. Domethënë ky tani ka dalë nga shinat në vërtet, dhe bën vetëm dëme, Petra. Ky lloj sistemi ka që egër, bën thjesht dëme, sepse për shembull, po të marrim një shembull, shtëpia është një e drejtë, për shembull. Kjo e drejta e shtëpisë në vendet veçanërisht të zhvilluara ka humbur. Punëtori nuk e blen dot në asnjë vend shtëpinë. Ka humbur një drejtë themelore, që ti të kesh i banesë ku të flesh, që këtë drejtë e kishe edhe në ato të shkruar diktaturat e Verosh, që ne i shajmë aq shumë. Edhe u shoqëru pasaj me krizën e Lehman Brothers, krizën e kredisë në Amerikë dhe ushtridhe në Europë. Ju hap rruga Kinës për të si mënyrë për ta shpëtuar këtë sistem vërtet nga Amerika, Anglia, gjithë. Ju hap rruga duke krijuar ato ndërmjet e përbashkët tjera. Kina u zhvillu, por fillon të dobësohet relativisht vendet e tjera. Dhe bim në momentin pasaj vitet në 2012, kur ka qenë një sulm i ashpër i këtyre, veçanërisht i këtyre strukturave financiare të Fondit Monetar Ndërkombëtar, Bankës Botërore, ndaj vendeve më të dobta të Europës, Greqia, Italia, Spanja, Portugalia, ku Greqinë e masakruan duke akuzuar grekët sikur falsifikonin bilancet, në të vërtetë falsifikonin këta interpretimin e atyre që grekët kishin paraqitur. Domethënë bashkonin atë borxhin privat me borxhin publik, dhe thoshin nuk kanë treguar borxhet, të kujtën çfarë bënin me propagandë, derisa e bën cop Greqinë. Donin goditjen tani u ndaluan për një moment, pastaj fillon koronavirusi, donin të shkatërronin Lombardinë, thon Itali që është zemra e industrisë së Europës. Me vaksinimet e duhura, arritën në një pikë, nuk e arritën dot, filloi lufta në Ukrainë, dhe tani erdhi Trumpi, që Trumpi është një prodhim i këtij sistemi, dikush thotë është sovranist, vjen emra, Petra, këto emrat për mua kanë shumë pak rëndësi ndonjëherë, që ti e quhen Republikë Islamike, apo e quhen monarki, apo e quhen Republikë, fundit është një tërësi rregullash që vendosen që njerëzit të respektojnë rregulla morale, që ngrihen ligje, varet me fjalë se çfarë të drejtash kanë njerëzit në raport me ato rregulla që i vendos shteti. Pra, mund t'i quash si dush ti emrat, e quhen monarki, e quhen principat, e quhen veri emrat sa dush ti. Ai Josef Prudoni thoshte, edhe mbretëria është republikë, thoshte. Kështu thotë Josef Prudoni. Edhe mbretëria thotë që se republika që u marka me gjëra publike, po edhe mbreti me gjëra publike merret. Po fat. Kështu që ajo është republikë. Dhe rrim tani dhe marrëzje sotme, që siç e the ti me fjalë,
që do ta jap ti fjalën tira e dakord me mua. Kjo është shënon Petro fundin e këtij sistemi liberal, e këtij sistemi liberist të egër, i cili nuk mund të eci dot më me këto rregulla. Edhe kërkon të shkatërrojë në forma të ndryshme me luftra që të na çojë deri në një luftë bërthamore, në një luftë me dimensione shumë të gjera. Një lloj parashikimi i George Orwellit tek ato libra që ka shkruar, ku ai thotë që padroni thotë, në momentin kur e shef që nuk e arrin dot nivelin që shef pas sigurinë e tij, mund të shpërthej, mund të tasë dhe bombën bërthamore. Pra unë këtu e shoh Petro, nuk e shoh tani me tifoz lloka do fitoj Amerika, do fitoj Irani e kujtun e tjetër. Ti si mendon për këtë kronologji që bën? Pak a shumë dhe unë kam një këndvështrim të ngjashëm, Vladimir, por mendoj se ndodhemi në një moment deciziv. Po të bëj një paralelizëm, është si ato xhamet, dyshemet e xhamta në kullat e larta që kalojnë njerëzit për të parë atë guximin, sa të guximshëm janë njerëzit për të kaluar në një hapësirë, në një pozicion shumë të lartë, duke ecur në një dyshemet xhami. Dhe po të shikojmë më poshtë në të dyshemet xhami, shikojmë një rrezik bërthamor, shikojmë një bombë bërthamore. Në këtë kështu përfituroj unë në kokën time situatën në të cilën po ecën njerëzimi sot. Sa do mbaja e xham nuk e di, por perspektiva është e errët nga syrim. Përse? Ne kemi të bëjmë me një situatë të paparë në historinë e botës, ndërsa luftrat e para bëheshin me një cikël tjetër të zhvillimit të kapitalit ose të njohjes botërore, sot kemi të bëjmë me një luftë të para përgatitur nëpërmjet mediave sociale. Pra, të gjithë sot ne kemi një celular i cili është një dritare e informacioni dhe në të njëjtën kohë një dritare manipulimi. Më përpara duhet të hapni një libër, duhet të hyjni në diskutime me njerëz që dinin për të arritur një konkluzion edhe ta vendosni veten në një pozicion të saktuar në relacion me botën. Sot trushpëlarja është bërë në një formë të tillë aq e thellë dhe aq e shtrirë në kohë sa është e vështirë t'ju tregosh njerëzve cila është rruga e vërtetë, cili është problemi i vërtetë. Dhe pikërisht sot kemi një fenomen të tillë që problemet botërore organizohen, kontrollohen dhe manipulohen nga një grup njerëzish multibilioner. Pra nuk kemi të bëjmë kemi të bëjmë me pak njerëz që kanë grumbulluar në duart e tyre fuqi marramendse, ekonomike, politike, dhe ata janë vendimtarë si do të shkojë bota. Pra, ne mund të flasim sa të duam, këtu orë të tëra, mund të themi të mirat e këqijat, por fuqia tonë është zero, nuk ekziston me fjalë. Dhe manipulimi i brezit të ri dhe i shoqërisë në përgjithësi është rreziku më i madh që vjen në situata të tilla, me fjalë, saqë arrim në konkluzione të tilla që shiko, o do jesh me mua, do jesh me palën tjetër, për persona që ndodhen në mes midis njerëz palë dhe palës tjetër nuk ka vend më. Domethënë duhet të jesh me dikë, duhet të luftosh me dikë dhe duhet të luftosh me atë që ka paranë. Pavarësisht se si ka erdhur ky kapital, pavarësisht se sa i dëmshëm është ky koncentrim kapitali, ti je i detyruar të bëhesh me anën që ka paran. Dhe ju përmendët shumë mirë aty një këndvështrim shumë interesant, të cilën unë do ta kthej në një formë arte, do paraqit diçka këtu. Vladimir, shikoni, kjo është një art e vjetër në fakt, është e vitit 2020, gjërat kanë ndryshuar. Po ta shikojmë, këtu janë bazat amerikane në përbot. Dhe po të shikojmë duke filluar që nga Anglia dhe duke përfunduar deri në fund ku është Arabia Saudite, ne kemi një mur
fuqishëm të bazave amerikane. Kemi baza dhe në Japoni, kemi dhe në Kore, kemi dhe në Guam dhe në zonën e Oqeanit Paqësor, por muri më i rëndësishëm strategjik i Amerikës dhe i fuqive që mbështetin Amerikën, kryesisht Anglisë, Francës dhe Gjermanisë, është ky muri këtu. Tani, ka disa ndryshime të vogla, për shembull, baza në Afganistan që kishte Amerika nuk ekzistojnë më, por pjesa tjetër ekziston. Pra, siç e shikojmë këtu kemi një mur dhe ky mur është bërë, për mendimin tim, është para përgatitur me kohë për të bërë ballë një zhvillimi ekonomik të Azisë, siç kemi zhvillimin ekonomik të Kinës, të Indisë dhe vendeve të tjera të Azisë. Pra, në momentin që ne flasim, ky mur këtu, duke filluar me Kuvajt dhe përfunduar me Arabinë Saudite, po vihet përballë me Iranin, që për mendimin tim është, si thuash, një lloj mbrojtje e interesave ose qëllimeve kineze dhe ruse. Në qoftë se do të shpërthejë një konflikt i vërtet i rëndësishëm botëror, unë mendoj se do të kemi disa pika të cilat do të goditen dhe do të zhduken nga faqja e dheut me arma atomike. Dhe këto nuk janë në këtë brezin këtu, por unë mendoj se është Japonia dhe Korea, sepse Kina është jashtëzakonisht e shqetësuar nga prezenca amerikane në Japoni dhe në Kore. Në Kore është gjithashtu Rusia, në Korenë e Veriut. Pra, këto zona këtu do të jenë shumë të goditura, duke përfshirë dhe bazat amerikane në paqësor, duke filluar me Guam. Këtu, unë mendoj se kjo është një zonë shumë e rrezikshme në këtë kohë kur situata në këtë zonën këtu po nxehet, sepse Kina nuk mund ta lejojë shkatrimin e Iranit, ose do të nxjerrë një mësim shumë të rëndësishëm nga shkatrimi i Iranit, dhe do përpiqet që të marrë Tajvanin dhe të largojë ndikimin amerikan një herë për gjithmonë nga këto zona. Për sa i përket Evropës, Evropa është shumë e përçarë me midis shteteve përkatëse dhe nuk është ndonjë rrezik i drejtë për drejtë ushtarak për Rusinë. Është një rrezik luftë nxitës, sepse gjithmonë evropianët e hedhin gurin dhe fshehin dorën. Këtë kanë bërë anglezët, që janë armiqtë kryesor të rusëve, dhe francezët, dhe kohët e fundit një ringjallje e idiotizmit gjerman, i cili po del pak me ngjyrat e tij të vërteta, që gjithmonë është, si të thuash, një element luftënxitës në Evropë. Por përsëri unë them se Evropa nuk ka kapacitetin dhe dëshirën për të luftuar një luftë të drejtë për drejtë në frontin rus. Ata mund të vazhdojnë me problemin e Ukrainës, i cili do të vazhdojë edhe për disa kohë me një rrezikshmëri të lartë, por besoj se rusët do të jenë në gjendje të gjejnë një zgjidhje pak a shumë të pranueshme për të gjitha palët. Rreziku, për mendimin tim, ekziston, Kina të sulmojë dhe të largojë ndikimin amerikan nga këto zona. Çfarë do të ndodhë me Iranin është një pikpyetje e madhe, vetë amerikanët nuk e kanë paret e qarta se do të ndodhin, dhe besoj se një pjesë e mirë e amerikanëve, e popullatës amerikane, as që kanë idenë se çfarë do të ndodhë nesër apo pas nesër. Unë kam jetuar në Kanada për
çerek shekulli. Kam shkuar shumë herë për punë të mia në Amerikë dhe pak a shumë e njoh kontinentin e Amerikës së Veriut në një nivel të kënaqshëm. Dhe unë mund të them me siguri të plotë që Amerika sot ndodhet në një tension të madh të brendshëm, aty ka probleme mbijetese për një pjesë të madhe të popullatës, liritë po zhduken për ditë e më shumë, kosto e jetesës po arrin në nivele të papara ndonjëherë më përpara, dhe dekadat e fundit klasa politike amerikane ka dështuar totalisht, sidomos me dy presidentë e fundit, që ai që ishte përpara Biden ishte një person i smur mendërisht, i cili është shoqëruar nga Trumpi, që për mendimin tim do të ishte në çmendim. Dhe klasa që është mbledhur rreth tij është një klasë problematike. Unë do të në qoftë se me lejohet këtu do të kërkonja një fragment për treguar sa interesohen do të ndaj një moment këtu. E shikoni, Vladimir? Ja, tani po hapet. Po. Ky është Blinken, ish ministri i jashtëm i Amerikës, po, sekretari i shtetit, kur vizitoi Kievin. Pra, ky person shkoi në Kiev, bëri biseda për paqen, dhe ditën e darka, kur shkojnë në një qendër zbërën ato duke natë dhe në këtë tash, dhe muzikë, pra, këta janë udhëheqësit e botës sot. Këta janë udhëheqësit e botës sot, që shumë veta i marrin për njerëz serioz, që i marrin për njerëz me inteligjencë të lartë, që i marrin për njerëz me besueshmëri. Për mendimin tim, nëse dëgjoni diskutimet e disa personave me fuqi të lartë politike dhe ekonomike në Amerikë, ata nuk e kanë përgjë fjalën të vras, fjalën të shkatroj, fjalën të bombardoj, të marrë shpirtin, të zhduk. Pra, ana e civilizuar e një politikani ka marrë fund njëre për gjithmonë. Presidenti amerikan del dhe thot unë të bombardoj dhe për qef, sepse ka mundësi ta bëj atë punë. Jo se unë jam me Iranin, jo se unë jam me ato që bën Irani, apo fuqit të tjera rajonale. Unë nuk jam me ata që dalin kundër Amerikës thjesht sepse luftojnë Amerikën. Unë si një qytetar i thjeshtë, unë kërkoj triumfin e logjikës bazë të njeriut, dhe qëllimi është që të zgjidhim problemet nëpërmjet një dialogu të civilizuar, si një shoqëri e shekullit të 21, por me sa shikoj unë, me sa kuptoj unë, bota nuk do ta kuptoj të kaluarën, njeriu e haron, shoqëria e haron të kaluarën. Unë për veten time jam ndier keq disa herë
dhe para disa javësh unë vizitova disa vareza të ushtarëve që kishin luftuar në luftën e parë botërore, në ajo që ju thatë lufta e madhe. Varet e tyre janë këtu në Selanik, ku unë jetoj në Tesaloniki. Ka ushtarë nga disa vende të botës, nga Italia, nga Anglia, nga Franca, nga ish Jugoslavia, Serbia, Bullgaria. Varet janë, si të thuash, një libër i madh edukimi, ka disa gur varesh apo kryqesh të shkruara me mbishkrime nga familjarë që kanë humbur të dashurit e tyre, dhe shikoj që mesazhet e paqes që janë shkruar mbi ato gur asnjëherë nuk janë kuptuar nga masat, me fjalë. Unë para 2 ditësh u ktheva nga Anglia, isha aty për disa ditë dhe shkova përsëri në arkivat angleze, shkova në disa vare të ushtarëve anglez dhe në një kishë, në një muzeum kishtar, nga kishat më të vjetra dhe më historike të Londrës, në bodrumet e kishës, bodrumet shekullore të kishës, ishin vendosur disa kryqe dhe në një kryq të një 20 vjeçari ishte shkruar një letër që ai dërgonte nënës së tij, ku i theshte që shiko, unë do të kthehem se u plagosa një çik, kam një plagë dhe do të them, nuk më ka bërë gjë ajo copa e bombës që shpërtheu, kështu që do të më shikosh në Angli. Ai në fakt gënjente për atë, për t'i dhënë shpresë si jam se do ta shikonte. Dhe 4 orë më vonë, siç kishte shkruar atë letër, të cilën nuk ishte arritur ta postonte, me një fjalë, u vra fëmia 20 vjeçar dhe letra ju gjet në xhep. Pra, megjithatë, anglezët, me që isha në Angli, me një fjalë, jo se anglezët janë të vetëm në këtë botë, në këtë fushë, po të shikosh varet e anglezëve, të vrarët e tyre janë kudo në tërë botën, duke filluar që nga vendi i tyre Anglia, përfunduar në ishujt e paqësorit. Pra, ka disa organizime dhe grupe popullatash për cilën nuk di si ta shpjegoj dhe nuk e gjej dot arsyen pse ata janë më agresiv se popullatat e tjera. Është kjo e lidhur me besimin, është kjo e lidhur me formën dhe gjykimin e tyre, formën e tyre të jetesës. Unë këta nuk mund ta them, por di të them me siguri të plotë që varet e anglezëve, francezëve, gjermanëve, ata që shprehin për paqe, për prosperitet, më thej tash, varet e fëmijëve të tyre janë të shpërndara anë e mban botës, me fjalë. Në varet e francezëve unë i kam parë në Korçë, kur kam qenë fëmijë, unë kam lindur në Korçë, me fjalë. Janë 600 francezë, ashtu quajtur francezë, se pjesa dërmuese e tyre ishin nga Indokina. Pra, të ketë lindur dikush në Indokinë, ta marrësh që nga Indokina, e ta dërgohesh në anën tjetër të botës, të rritet për Francën, ose për disa persona të pasur dhe vendimarrës në Francë, është një çmenduri njerëzore të cilët vetëm njeriu mund ta bëjë, atë ka mund ta bëjë. E njëjta gjë ngacmove një gjë vërtet që domethënë ndoshta edhe për shkak të moshës që kemi, kur kemi qenë të rinj nuk i vlerësonim siç i vlerësojmë tani, i merrnim me emocione, me tifozllëk. Jemi rritur dhe me ato sloganet nëna thot lumja unë, mu vra djali për liri, domethënë të vritet djali në luftë dhe nëna tjetë e gëzuar që u vra djali. Këto rritet satanike të sakrificës që janë të tmerrshme, Petra, dhe në të vërtetë unë dua jo ta korrigjoj sepse unë jam shumë dakord me ato që thot ti, por në kuptimin që këta të fuqishmit, ky grup individësh që kanë përqendruar shumë pushtet dhe shumë para dhe që lozin me jetën e miliona njerëzve, miliarda njerëzve në botë, sepse vendimet e tyre janë përcaktuese, por në të vërtetë ata kanë rrugën e lirë sepse është ana jone e brendshme, është mizerie. Domethënë kjo lufta jone e brendshme në secilin prej nesh është një luftë në të cilin kemi falimentuar ne vetë. Sepse kur ti, për shembull,
se unë nuk jam anti-kosovar si shto njerëzit, por unë nuk arrit dot, Petro, që të konceptoj që në pregas të Kosovës të vriten 60 veta dhe të dëgjoj atë Rifat Jasharin të afër familjes dhe që thot, unë humba 58 njerëz të aty, thot, por fitova zemrat e 7 milion shqiptarëve. Kush e fut në kokë këto gjëra aty, se nuk janë fjalë të tia, është normale. Më si ka mundësi njeriu ndërton këto operacione në tru, edhe këta njerëz që ishin fëmijë shumica aty, kjo sakrificë fëmijësh, ta ikën, a kishte mundësi i vranë njerëzit, a kishin mundësi njerëzit i shpëtonin fëmijët, pa diskutim që kanë mundësi, Petro, pa diskutim, por ti e nisë fëmijën në luftë, edhe thua që ai është ushtar, s'ka që sikur që ndeshje futbolli aty. Ai, po dhe qonë tip, ai s'ka problem, se është ushtar, ai, po e rëndësishme është mos vriten civilët, e ke parasysh se ato dhe civilët i vrasin. Po kur vritet një ushtar, s'ka që unë numrojnë, ata janë gjithë të rima. Në pse këtyre ju pritet jeta në mes, ajo jetë që është dhënë, më thënë, sepse nuk vlerësohet jeta, Petro, s'ka rëndësi, ti ke lindur, do jetoj që je kalimtar në botë, jetove 1 muaj, jetove 70 vjeç, apo jetove edhe 200 vjeç, çfarë diferencë ka? Asnjë gjë, fundoj ikësh, që ikën përpara lumja, thot nëna lumja unë, mundja, to nacionalizmat sidomos, që kanë hyrë kaq thellë në trurin njerëzve, e kanë shkatëruar Petro anën tonë të brendshme. Do të kur ti vritet një njeri, u vra armiku, e qunë armiku, ai u vra një njeri. Dikur ka qenë mëkat mor Petro, paktën i besojmë asaj historie kur luftonin ato ushtri dikur me në kohën e antikitetit, ka qenë mëkat të vrisje ushtarin armik, ushtarin kundërshtar. Sot është bërë jeta, nuk llogaritet fare. Dhe unë marr si shembull tipik të Kosovës, Petro, sepse kjo më lëndon shumë. Vriten 16 veta, Petro. Të rrethuar 3 ditë i vrau Serbi, i vrau ky, e dim që i vrau Serbi. Po ishin 3 ditë, 3 ditë kishe mundësi të shpëtoje, disa janë shumë 3 ditë. Por që kënaqesh që ata u bënë fëmijë dëshmor. Dhe ngriten legjendë, që legjendat si rregull ndërtohen mbas shekujsh, nuk ndërtohen ditën e dytë. Ata u vranë 60 veta sot, ditën e dytë i bën legjendë. Për që mos kuptohet drejtësia, pse ndodhi kjo gjë, pse më vllatë vriten këtë njerëz. Se kjo përderisa Petro nuk është zhvilluar tek neve, shkatërruar njeriu Petro, ne jemi shkatërruar të gjithë. Janë gjithë njerëzit për një lloj kontrolli psikiatrik, po të më thënë të himnët, se nuk janë në rregull. Momentin që jemi me Amerikën, deri dishe kundër Amerikës, tanë gjithë me Amerikën, dhe nëse Amerika pret ata të Iranit, mirja u bëri atyre se ata janë musliman ekstremistë, kujtun do gjejnë shembuj njerëzit dhe e thonë me emocion, mua ajo që më prekupon Petro, nuk është Trumpi, por njerëzit që kanë këtë egëlsi dhe kur ti bisedon për tavolinë, diskuton, ata bashkojnë me dhunën, me ashpërsinë, bashkojnë kundër jetës, është e tmerrshme kjo, dhe na thonë ne pastaj që ne përhapim panike. Kupton tani? Këto vrasin, kurse fjalët tona u qyt kanë që krijoka probleme. Këta vrasin. Nuk e di Petro, domethënë në këtë e shoh më shumë, edhe kjo është problemi, se mbaron lufta ose degeneron lufta, për thamë atje, por gjithmonë pyetja bëhet, por pastaj, sepse a kanë dorë njeriu të korrigjojë gabimet e tij? Është pothuajse e pamundur Petro, se mund të them kapitalizmi kur ka lindur, sidomos kjo liberizmi, kjo pangopësia që i fortit fitoj, ta mbysit të dobtit, dhe tjetë kjo në bazën e sistemit, dhe ti ta qysh demokraci, ta qysh lirik, ta qysh vlerë, kjo të paktën në derisa plasi lufta e parabotërore, si do që tjetë, kishe i luftë e Europa dhe tjetë të regove hartën, nuk kishin aq shumë të vrarë, aq shumë viktima. Më sepse tentohej të amortizoje sistemin nëpërmjet të drejtave të njerëzve, të punëtorëve në fund fare, që njeriu në fund fare është një njeri do jetoj, këtë drejtën të jetoj të para. Edhe si thuaj si medikament shërues, kanë qenë këto format socialiste.
të socialdemokracisë, po them janë zhvilluar etj që thoshin s'ka gjë, po e lejojnë pronën private, për pronën private e madhe, sidomos ato mjetet e prodhimit, duhet të kenë dhe një lloj karakteri social, në kuptimin që to duhet i shërbejnë jo vetëm atij individit që e ka, po të shërbejnë gjithë shoqërisë. Dhe neve nëpërmjet taksave, nëpërmjet politikave të ndryshme, bëjmë që njerëzit të jetojnë gjithë. Kurse kjo tani po harrohet domet. Ai shefti dhe unë vin keq për këta në Shkodër, në Rioll aty, është normale. Po nuk e mbështes atë gjë që prona është e shenjtë. Ç'është kjo prona është e shenjtë? Është jeta jon duhet vlerësohet atë, jo prona është e shenjtë. Do të thonë, frikët e njerëzve për gjërat materiale, jo të thonë që kjo pronë që është e imje, ti shërbej dhe atij që nuk ka pronë. Pra këtu është shkëputur shoqëria gati kudo, dhe unë shoh pastaj këto punë të religjioze, Petro, unë i besoj dhe pak sot. Janë maska, po sidomos në Shqipëri, po ti shoh këto klerike, kështu ta ishin komunistë u bën klerik. Ta ishin gjithë komunistë, gjithë prishin kisha xhamia, tani këta janë ata që udhëheqin, bëjnë ato udhëheqjen shpirtërore të njerëzve tani. Ky është falsiteti në fundit. Më falë, Petro, se po shfrym do anën emocionale. Kjo është problemi i kësaj lufte më shumë. Lufta është kjo në vërtetë se. Dhe po ta shohësh lufta bën shumë propagandë. Dhe përpiqet që të ndryshojë mendjet e njerëzve, që të krijojë atë njeriu e ri, që të krijojë një rend të ri botror me njeriu e ri. Petro, një të fundit sepse ti thënë mos kalohet ora dhe do të themi afër. Unë do të them vetëm një gjë. Tani kjo për Shqipërinë dhe për Kosovën, më shumë për Shqipërinë. Si e shef në një perspektivë jo të largët shumë, çfarë pasojash ka tek neve? Apo ne si gjithmonë jemi me pushtuesin e radhës dhe i ngrejmë statuja pushtuesit të radhës, pasi kur del një pushtues do rrëzojmë ato statujat e para. Fenomeni që ju përmendët është fenomen jo vetëm shqiptar, por dhe i vendeve të vogla, kryesisht vendeve ballkanike, por dhe vendeve që kanë fuqi më të madhe ekonomike. Kështu që nuk mund ta dalloj fenomenin shqiptar nga fenomenet që ndodhin në Ballkan. Domethënë, këto shtetet e vogla ballkanike gjithmonë pak a shumë kanë mbijetuar ose kanë gjetur një farë mbrojtje në fuqitë e mëdha. Shqipëria është një rast i veçantë në krahasim, të themi, me Serbinë, me Kroacinë, sepse siç ju thatë, shqiptarët e ndrojnë vazhdimisht atë, si të thuash, partnerin strategjik, në thonjza me fjalë, gjatë 70 viteve të fundit shqiptarët kanë ndruar disa herë mbështetje strategjik. Por le ta lëmë Shqipërinë me një anë, është një vend që nuk ka ndonjë rëndësi, nuk ka fjalë, domethënë puna tonë, çfarëdo që të themi ne, nuk ka ndonjë rëndësi dhe çfarëdo që të thotë qeveria shqiptare apo klasa politike ekonomike shqiptare nuk ka asnjë rëndësi. Unë do të kthehem përsëri në një fenomen anglez që mua më ka bërë shumë përshtypje. Shumë vite të kaluara unë lexova një fragment shumë interesant në vitet 1700, kur anglezët filluan të pushtonin Pacifikun, oqeanin paqësor, larg në ato ishujt andaj të Pacifikut, një anije angleze zbarkoi në një ishull të vogël ku jetonin kanibal. Dhe një pjesëtar i ekipit të anijes kishte mësuar një lloj gjuhë që arrinte ta kuptonte gjuhën e atij ishullit. Dhe në ai ishull, siç ishin dy grupe shumë afër ishujt, luftonin me njëri tjetrin, domethënë siç janë dy ishuj, dy 100 metra larg njëri tjetrit, luftonin dhe një fisi ku këta anglezët ishin ftuar ose kishin bërë si miq, luftonin me fisin tjetër dhe ata vranë 7 kundërshtar të palës tjetër. Dhe është një nga përshkrimet më interesante që tregon se si kanibalët i pastruan trupat e palës kundërshtare me një respekt, me një ceremoni fetare që kishin ata, dhe i poqën dhe ëngrën çfarë ishte për të ngrënë nga ai trupat që kishin mbetur. U mblodhën tërë fshati aty të qytetit ashtu dhe janë. Dhe komandanti i fisit që kishte fituar me krenarinë e tij të paditur me fjalë kanibale, e pyet kapitenin e anijes angleze,
I thotë, si tu pa betejën tonë, si ishte ushtria ime, të tjera, të tjera. Dhe kapiteni anglez mi thotë, okay, shumë në rregull, thotë, po ajo që bëni juve është pak o gjë, thotë, nëse na shikoni neve kur luftojmë, thotë, ne nuk vrasim 7 sa vrat ju, ne vrasim 7.000, 70.000, ne nuk i bëjmë luftrat për 7 veta. Dhe kanibali i çuditur thotë, po çfarë i bëni tër ato 7.000 veta juve, thotë, ato 70.000 veta që vrisni? Po asgjë, thotë, i vrasin. Kur nuk jani, pse i vrisni? I bëri pyetjen kanibali. Domethënë, ju vrisni për të vrarë, nuk vrisni për të ngrënë. Dhe pak a shumë kështu është historia e njerëzimit evropian, dhe me që ju përmendet që feja ka ndikim dhe shpesher bëhet promovuese e agresivitetit, si të thuash, ushtarak, unë këta e shikoj shumë mirë, ose kam parë shumë mirë në kryqet e të krishterëve, të cilët pasi janë vrarë ose kanë vrarë, kuptohet që janë të vrarë me fjalë, po kanë vrarë përpara se të vriten, shpesher me fjalë. Ata thonë, shkova me Xhezus, ose e mori Xhezusi pranë, e mori Krishti pranë. Domethënë, hipokrizia dhe ignoranca e atyre që shkruajnë këto gjëra nuk ka matse që ti matesh me fjalë. Dhe është për ta keq që krishtërimi, i ashtu quajtur krishtërim me fjalë, është një nga fejt më agresive që ekzistojnë sot në botë. Dhe po të shikosh krimet që kanë bërë të ashtuar të krishterë dhe luftrat që kanë hapur ata, nuk mund të krahasohen me asnjë lloj niveli dhe në asnjë lloj forme me luftrat që kanë erdhur nga grupe të tjera fetare. Dhe kjo është për të ardhur keq, dhe kjo domethënë po tash me rënien e besimit fetar, po shkon në histori me fjalë, sepse njerëzit nuk besojnë, nuk kam ndikim fetar aq të dukshëm siç ishte 100 vite apo 200 vite më parë, por megjithatë historia është një mësues shumë i mirë, dhe në qoftë se ne shohim sot në Amerikë, ne kemi disa persona të cilët nën petku me kristianizmin, janë bërë nxitës të luftrave të cilat nuk kanë të bëjnë fare as me Krishtin, as me kristianizmin, dhe mua më vjen keq si pjesëtar i komunitetit të krishterë që ky komunitet nuk po reagon me forcën e dur për të treguar që ata lloj njerëzish, ato lloj politikash nuk kanë të bëjnë fare me kristianizmin. Megjithatë, këtë temë ne mund ta vazhdojmë një bisedë tjetër. Besoj, ose më saktë shpresoj që kokat e ftohta të ndërhyjnë në këtë moment decisiv në të cilën ndodhet njerëzimi, dhe të lihet më shumë hapësirë logjikës humane, logjikës normale të një njeriu normal i cili jeton në këtë botë për të patur atë jetën e tij të thjeshtë, familjare, me të dashur rreth rrotull tij, kushdo qofshin ata, pavarësisht ngjyrës së lëkurës, besimit fetar apo diçka tjetër. Ne jemi të gjithë njerëz që pjesa dërmuese jona kërkon logjikën të triumfojë mbi arsyen e egër. Mirë, Petra, si thua, do përfundojmë këtu atëherë. E mbyllim këtu dhe e vazhdojmë një ditë tjetër. Do vazhdojmë video tjetër. Kalofsh mirë. Miru pafshim.